Ja shpjego pak sa kohë ka që është hapur. Betika Agroturizëm ka në 18 maj bën 1 vit që është ka hapur dyert për gjithë vizitorët, si të huaj edhe shqiptar. Po kryesisht për momentin janë vizitorë shqiptar. Ndërkohë ke restorantin? Po, është restoranti, janë edhe 6 shtëpiza të vogla për fjetje. Që shumë afër Tiranës. Po, Më të gjej një agroturizëm të tillë që në fakt është shembull i gjithë investimeve dhe agroturizmeve që janë hapur kudo në gjithë vendin, duhet thënë, por që edhe ky model këtu është jashtëzakonisht interesante dhe atraktiv për çdo. Pastaj kur i drejtohesh pamjes mrekullueshme që është këtu edhe natyrës, ka tjetër impakt. Si lini ideja që ju, domethënë në një ambient kaq të madh me pyje, që të investoshit këtë gjë, sepse nga hiçi nuk lind një gjë tjetër. Dëshira më e madhe ka qenë e Timeti, jo e imja personalisht. Ai donte që në pronën e teatrit vet donte të investonte diçka. Qoftë një restorant të vogël, thoshte të bëjmë diçka vetëm që ta frekuentojnë njerëzit, sepse vërtet është një pyll shumë i bukur, edhe nuk kishte asnjë mundësi shërbimi, asnjë lloj, nuk ofronte asnjë gjë përveç natyrës. Dhe dëshira e tij, këmbgulja e tij ka qenë më e madhe për ta që le ta nisim ndërtimin e këtij agroturizmi. Tani Marinxhen, hajde të bëjmë një ftesë për gjithë ata që na ndjekin, t'u tregojmë pak që të vinë të vizitojnë bukuritë e Belshit dhe të vinë dhe në këtë agroturizëm. Fantastik do thoja unë, mjafton të shikoni peizazhin e mrekullueshëm që e rrethon këtë agroturizëm. Jemi në agroturizmin Belik Agroturizëm.